Është interesant, data 21 edhe me 21 transmetohem 21 Ferizaj. Të Ronita këtu, ofër e kam mentorin e këtjedhës. Mentor, përshëndetje, mi se erdhe një kafe me labin, mi se erdhe në Ferizaj në juj. Mirë se kjo ardhë, për mënej data 21, në gjemë pak me një deal që për në rezon, po është pak flad, për shërdet për e në shumë naltë. Ferizaj për mra pa kemi, edhe s'pari mirë se kjo ardhë, data 21, mas shumë të kojnë që donë edhe me ditëlindjen, edhe me themelimin, edhe me gjithë shka që ju përna në televizionin 21. Mentor, kur jemi tek Ferizaj, edhe flasim gjithë shka për Ferizajin, unë e di që në fakt ki dëpërtu edhe ki pas sukses edhe në Shqipëri e krejt, po pse se ki leun kur Ferizaj? Po është me shokin me losën të ardhë kënej, thash Ferizaj që ditërisht është një pikë shumë interesant, strategjike për me jetu shumë e mirë. Afër është Shkupi, afër është Prishtina. Unë në Prishtinë për feminisma dhe kur kom fillu me Adelina Ismail dikon në vitin 1989 në akordiad në RTP, kena tjetë si pionjer, po më Ferizajnë se kom lanë kur për shkak se për shtatët se është ofër Prishtinës edhe ofër Shkupit, e kom familjen këto edhe thjesht bëjna një jetë mirë. Ferizaj i t'i ofron disa kushte që nështë disa qytete të Kosovës t'i ofrojnë, po janë nështë më larkë Prishtinës. Ferizaj është më ofër Prishtinës për këtë qytete. Pa e marrë shembull mentorin, këngëtar. Pse jo volejbolist ko njëhet se ka qenë dhe është qyteti volejbollit? Po e vërtet është, volejbolli, handbolli, ping-pongi, mu i me thonë ping-pongist kam qenë, kam qenë sportist, po volejbolist jo, definitivisht për shkak se ndoshta nuk është një prej sporteve që unë e du, kurse sportet tjera po luj, basket, ping-pong po. E ngatruar me volejbollin se handbolli. Handbolli po. Qyteti handbollit fakt është. Ping-pongin po ta don. Po, babi jem ka qenë themeluesi i parë i ligës në atë kohë para luftës Kosovë, dhe po du me thonë që familja jem ka qenë një lloj iniciatore e këtij sporti, i cili u bë tani bagi trend edhe sot asaj dite shumica e lojtarëve të Ferizajit janë gjithmonë finale, lujnë edhe në kupa botërore, realisht njëri prej tyre që është edhe shumë i suksesshëm është edhe referi, një ndër referët më të mirë në botë që është jeton Beqiri është prej Ferizajit. Do të thonë që ky sport ka evoluar shumë, është pak mediatikisht nuk i kanë dhënë shumë vëmendje, mendoj që do të më dhënë, është një prej sporteve që unë du më shumë, po edhe basketin gjithashtu. Okej, kur jemi tek Ferizaj, sa ki pas përkrajen edhe sa ki sot? Ferizaj po, gjithmonë kom pas përkrajen, sëvarisht familja, të një shoqënia që më kam përkraj shumë, edhe qytetin përgjithësi. Është edhe realitet tjetër si në çdo qytet tjetër, nëse një artist bën bom, është kur del jashtë qytetit i bën bom dhe ja din vlerën më shumë qytetarët e vet. Kjo është arsyeja pse një artist na shtomon me pas sukses. Unë për veti kur kom nis më njoh më shumë ka qenë kur kom dalë në Shqipëri për shembull, edhe me dy këngë për shembull patëm fituar në parë me këngë diçka, me tjetrën Best Pop and Rock më mundon të harroj. Kanë qenë dy këngë që më kanë qitë mund mainstream, edhe masanoj tani kom nis më edhe te televizionin, ma ke pasi kapuçin. Kështu që po do të thonë që përkraja ka qenë gjithmonë prezente, po përkraja ka ndodhur mas një suksesi. Gjatë që ndodh shumicës artistëve, ndodh normal kur të mrrin njerëz të krenohen me ty, është një lloj krenarie për qytetin, për shoqërinë, për familjen, për gjithë. E sot sa janë në për mbrëmje ku kanë mentorin? Mirë shumë, para një javë pa tani mbrëmje në Ferizaj ishte një prej kafiçave, ka qenë fenomenal. Nuk i ka zonë heq, përkraja ka qenë jashtëzakonisht e madhe. Kemi shku akustik, një që me këndu me publikun, pa kam plakt ashtu, edhe jemi kënaqur vallaj. Jemi kënaqur se Ferizaj po ka tashmë shumë ndeja po manë edhe për shkak dy diskoteka shumë famshme që i kemi, po e majtëm një mbrëmje pak më ndrysh, unplugged me gitare me piano, edhe përkraja ke jashtëzakonishme. Mentor, pse duhet të marrë një qytetar i Kosovës me vizitu Ferizajin sipas teje? Spari i Ferizajit dikon numëron deri afër 60 kafiça që janë pubs, më me thonë, edhe thjesht standardi i kafiçave në Ferizaj është rrit shumë, është shumë me të Prishtinës, shumë këngëtar, shumë artistë vinë edhe jo me angën i drejt, jo me nejt, për shkak se është ngrit standardi, edhe ky standard përkon me Evropën. Ki ke pa dhe vetë, nështë këto ditë që kemi arë për përgatitjet të emisionit, nështë ke pa dhe vetë standardi i kafiçave shumë i madh, edhe ashtu figura e Ferizajit është figura e famshme e Lubotinit i kamarierit, pasi që ka qenë stacion Hani Ferizit para 120 vjetë. Domethënë është përcjell që e tradit. Janë dy klabe, ka sport, ka restorane shumë të mira tradicionale. Këto me thonë që janë arsyet kryesore.
edhe mikpritja shumë e madhe. Ferizaj definitivisht mikpritja shumë e madhe. Për mikpritje e di. Për mikpritje e di. Po, më të japë rasti me shku me ndru Ferizajin. Endra. Problem kishë me qenë. Unë për veti shumicën aktiviteteve jo në Prishtinë, kitë media, gjithë shka është qyteti është ku bëhet zhurma e madhe, po nuk di, nësë është që mëjnë është me gjithë vetin shumë me jetu në Prishtinë, për shkak se Prishtina mendoj që është në mbi ngarku, krejt është në atë farë gropën e vogël, kurse Prishtina e re do të marru dikon kë është pak ma rafsh si Ferizaj, nështë ta mushët me. Qëre me këqyr hëllë jena tuar, na Prishtina në Ferizaj i Prishtinë. Gjeni nisë në marru do lagje kënej. Qërë ja ka njëzë, qërë ja ka njëzë. Definitivit shumë lagje jeni afru. Qëto jeni dikon? Me këqyr për kësa janë dikon jemi shihet. Po, qatë ha? Qatë. Kur thejem kështu, është Ferizajin. Yeah, beautiful. Qka kujton kështu, për momentet që për e marrë shembull je jashtë vendit me muj, edhe po vjen flap edhe fut pislakët edhe po e shef Ferizajin, qka të vjen ndërmer mas parti? Që thonaj, i riqin je kepi thera vajnë thera. Kjo është një thonjë shumë e mirë për shkak se veni vetë të ngrej, Home Sweet Home edhe vetë magjistarin nga Ozi, filmi ma i famshëm në gjitha kurave, shkur rikthejet në shpe, do në këthyn në shpe. Jo veçonë që jetojnë Ferizaj, po edhe ti nështë në pej edhe kur shkaj shkan me malë edhe kur të thëtajsh këthesh e she. Kjo pamje që të është pamje shumë relaksuse mas pari pej këti veni ku jem edhe në gjallë shumë malë për shamë për dikan që është në qëfëse. Unë e disë shumica njerëzve që tu e kemi edhe pishat që vinë për jashtit, gurbet qartë të sene, vinë këtë vetë hajnë e pinë edhe veç e këshyri kështu që malën e ta. Po, veni jëtë gjithmonë, ka më të majtë, të merë malë edhe për loqin që thojnë, vedem. Okej, 24 orë për t'jepet mundësia për më bu kryetar komunës. Qka kështë ndryshu? Me ndryshu kështë ndryshu shumë sene. Kështë ndryshu shumë sene për të mirë. Mas pari mirëqenja sociale, shumë njerëzve me ndimu të varfër, shumë isha pas shef, edhe normal, me kontribu ma shumë muzikë, me ngrit disa vlera tjera të muzikës që i ka Ferizaj. Sidomos muzikës të vjetër qytetare, popullore, që kanë qenë kastriatë që janë ende aktiv, po i kisha aktivizuar, rock'n'roll ka qenë shumë i famshëm. Thjesht i kisha ngrit disa vlera më të mëdha muzikore, edhe mirëqenien sociale i kisha ngrit. Okej. Kur jemi te mentori, çka e të bëkon e fundit? Tu bë shumë sene, po kam pas një farë me pauze, qëllimshme kum bë. Jam të e bë një balad, Hazar e kam, është të miksu në Irlandë, kum ingjizu e kam këndu. është një baladë, është një rikëthimi në Tiranë, edhe është një falë metafori që rikëthejmë Tiranë përse gjejt dashurinë që kam pas dikur. është një loj për dashurinë që ka pas Tirana dikur, nuk është ende prezent. është një këngë jashtëzakonisht e mirë, e kam shkru vetë, e kam komponu vetë, edhe është orkestruar në Irlandë. Përndryshe, po pres këto ditë me ardhë kënga miksimi që është bë në studio atje, edhe me fillu me gjiru videoklipin. Po planifikojmë me gjiru me kooperativën me Yllin, me Yll Qtakun, edhe besoj që ka me qenë një storyline, një skenar shumë i mirë, një lloj rikthimi në Tiranë edhe kënga besoj që ka me pëlqyer. Aktiv gjatë sezonit verës ki me qenë Ferizaj? Po, edhe jashtë Ferizaj. Besoj që me këtë këngë do rikthehemi në Tiranë më shpesh, për shkak se kam bën një farë lloj pauze, po çdo të thotë që nuk kam e rikthy. Jemi të folur me antar që orkestrës që jam të e bota, kështu që kemi me rikthy më shumë me koncerte edhe në Tiranë dhe unë e di që po praktikohet edhe në përdorsma tash edhe rryma tjetër, kështu që ki naj dorsin si. E vërtet është, jo, nuk jam prezent në dorsma, nuk këndoj, po njerëzën të pot nevojshme që përveç muzikës popullore cila i shoqëron ata 8 orë, apo do më kushtu një orë gjysmë apo 2 edhe me muzikën pak më moderne, gjatë që ndoshta unë nuk kam ftesa, po e di që ka bende tjera cilët janë punojnë shumë mirë gjatë sezonit dorsma. Jo, unë kam qef me prodhu këngë ma shumë, kështu që shpresoj që kam majtë koncerte. Dorsën ma kishe shku në? Dorsën po, na i kom për shembull, unë ai dorsën, na i kujt që jasi me shumë qef. Po edhe kur të shkoj në për dorsën, ma kështu në qona kënoj edhe vetë. Po. Se tani i pine 1-2-3 gota verë edhe bëmi këtë këngëtar bëmi. Okej, kimi tonë diçka, gjithë atyre që janë bashkë me ne, bashkë me misionin Një Kafe me Lave? Jo, falenderit shumë që keni ardhur pari. Është mision shumë i qëlluar me i promovu qytetet, është misioni më i qëlluar mendoj edhe i vetmi në sfera të ndryshme, në mënyra si që lidhni me qytet, është shumë e bukur edhe kisha dashur me thonë që jam të përgatitur shumë këngë, fansef, me shumë dëshirë
kam i sjell 2-3 këngë kësaj vere që kanë më pëlqy. Kemi punu shumë, ka shumë muzikë brenda, nuk ka bita, ka piano, gitare, violina, tupana, dhe gjithçka është e gjalla, gjithçka në orkestrën e madhe që kemi regjistruar në studio në Irlandë, edhe kam i sjell shumë këngë, shpresoj që kanë më pëlqy. Është hera e tretë që jam Ferizaj me një kafe me Labin, besoj që edhe herave tjera kur të vit takohemi për të mirë. Me kismet, faleminderit shumë që ke qenë. Faleminderit edhe ty. Ishte kënaqësi që ishim bashkë. E shikuesve i them veç një jingle të shkurtër dhe prap me ju.